Vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në ceremoninë festive të Vllaznisë, që kanë mbushur 107 vite. Janë të pranishëm shumë figura të sportit, skodranëve me gjë, por ka edhe autoritete, drejtues të qeverisë vendore, por edhe të institucioneve shumë të rëndësishme. Një prej tyre është Erman Shuka, drejtor i OSHS të Qarkut Verior të Shkodrës, ai që na mban drita të ndezur. Që mban drita ndezur edhe sonte, në CCS, por edhe pas pak në Super Sfidën Vllaznia Elbasani. Drejtor. Jam i privilegjuar për shërbejnë që kemi sot pavarësisht nga Partizani, Dhe duket që është në avantar që këto momente po fiton derbin me Tiranë. Ne të shpresoj të ecim kështu. Por për futbollin shkodran, për traditën e këtij qyteti, vazhdim që Pa tjetër që vetë bazën e njohim, sepse ka qenë militar, ka një raport që të shkëlqyer me gjithë Republikën e Shqipërisë, sa unë ndodhem në qytet për shërbyer, por mua është një të shërbej, sepse kam kënaqësi të shijoj edhe sportin, dhe artin që ka qenë pra sporti ku për të jetë një aq një dozë unitate Vllaznisë, ta për të jetë një nuk po sa me humor, jo shumë larg në kryeqytet në stadionin kombëtar ndeshin Dinamo Vllaznia, pati një shkëputje të energjisë elektrike dhe ndeshja ishte në disa minuta rreth dali një orë pauze. Besoj se sot të mos ketë një problem në këtë ditë të veçantë. Atë nuk bashkë gjithë të rajon të Shkodër që garantoj që nuk të shkutet energjia, mundat nuk kemi një që akoma më të zotë, dhe darë të qojnë akoma më shumë. Dhe parashikimi për Vllaznia Elbasani që duhet për shpatë. Tjetër që po më intereson të floj pas këja, për dy arsye. E para jam të Shamir si këti ekipi dhe e dyta favorizon ekipit i Partizani. Ishin në lojën OSHS Qarkut Verior, Madrukaj, tifosi Partizani dhe kësaj, por sonda është Shamir i madh i Vllaznisë. Shamiri me urimin tuaj për Vllaznin, sot ka ditë. Fitore dhe nuk mund të them kampion, se kampion nuk ka dëshirë të jetë Partizani, por për kampion një nga të dyja inshallah po fiton.